Frank Burg. Kush je ti? Kush jam unë? Po. Rëdhëpo e dhëmë, Kush je më? Vivi nga Puka, burr. Po vi ka Puka pra. O Vivi. Po pse ke zërin kështu më burr? Çe ka më burr? Ti si më është tim, si Po më. normali 2 muaj në borë, si ta kem zërin? Po nga po flet tani? Nga Jezerca. Jezerca, prapa ti ngele. Sa metra është bora deri tani? S'ka më. Si s'ka më? U shkri? Aq ishte. Si aq ishte? Çfarë thotë ata? Të roni ta kujtoni. S'ka borë më në Jezerce? Nuk ka më fare. Po pse s'ka të borën ata? Vetëm lut. Si lut më? Lut ka shkruaj gjithçka. Po jo, ma bora është deri këtu poshtë, si pas shkrin në Jezercë. Tash je ti këtu apo jam unë aty? Po mos gënje. Po më se dërgojmë helikopterin ta shohim deri tani. Tani ka helikopter lart. Po je bër shumë supersticiosti. Pse? Po bora sa asgjë, po të them që ka shkrirë. Po ke bora e re që era tani, nuk ra fare aty? Sa fare, fryu thjesht një flat vreshëri. Jo, Vibo, ne këtu ku jemi në Tiranë shohim majën e dajtë dhe ka borë më valla. Në ti jeni një vend me dajtën apo jo? Ai çik më lart biles. Jezerca është më lart. Jezerca është shumë lart. Sa vjen që ti më burr? Sa le me ty ka? Me mua ke? 38. Po prandaj e kështu ti. Si jam më burr? Po si s'beson më burr, ne banorët Pokës në 100. Të besoj. Të besoj. 38 po Vivi, 39. Në Puk, ti ke dashnorën Puk? Patjetër që kam, pse? Çka ke ti? Kanë gjë ti, njafti, ha? Jo, nuk kam gjë valla, nuk kam gjë. Si ja boni thotë? Unë kam qenë asnjëherë në Puk që nga 2005-a. Pas ke qenë asnjëherë, asgjë s'ka ndryshuar. Asgjë. Shqipëria po ndryshon, po Puka jo. Jo Puka, ha? Puka vazhdon, same shit every day. Po për shembull, nëse ti do një vajzë në Puk, po mos ta marrin vesh familja, ku e takon? Si e takon? Çfarë? Atë ne lëm takim në Kukës. Në Kukës. Se kemi afër 200 kilometra larg, nuk është shumë. Mbas është 200 kilometra larg Kuksi. Kuksi si e liron stresin? Si e liron stresin? Kuksi. Po. Atë rreth malit është një gomush. Është gomush, është zana. Jep lekën dorë zanës. Zana ma e pyllit. Edhe zana rregullon drenushën. Çere kore, jo më shumë. Zana që kapi bajlozi. Bajlozi, ha? Shi sa bukur. Po ja di më fare bajlozi pastaj. Po sa kushton e gjithë kjo? Po varet. Pylli? Varet nga kushtet atmosferike. Po ai O Bibi. Po. Po tani ti si VIP që je. Po. Ti do shkoj me prostitut? E pse jo? Çto ke që ka? Çto ke që ka? Po tani punës ajo është femër një. Mbi të gjitha. Po. Edhe unë prap takimin Kukës do le, kështu çat keq e ka. Nuk ka asnjë keq. Vi po ne kena një muhabet qefi sot, tema për çdo është muhabet qefi, jo? O zot. Kemi tema është tem qefi. Po. Bëhet fjalë. Kemi 2 muaj mbar këtu vetëm muhabet stresi, noizi. Në gazetat tona dhe në mediat tona ka dalë, nuk e di kur vin në Puk lajmet, nuk e di vin. Po vin kohë reale, për shembull Gjena erdhi Gazeta Shqipe 2009-s. Koreale, Koreale që ka. Ja, sa thos Salsano për sa flitet? Nuk ka ndryshuar asgjë. Dgjoj. Po është një projekt ligj VIP-i. Që nëse përveç se prostitutës që dënohet me ligj, nëse e bën punë atë punë që bën, tani do dënohet dhe klienti që shkon me të. Ma han derën dhe klienti tonë. Ma po. Tani ti si mendon, është mirë kjo apo është keq? Nuk është mirë. Kush? Nuk është mirë. Po çfarë ka ai i shkreti? Po, ai është i ngarkuar. Ai është i ngarkuar. Ku do shfryj stresin ai? Te po themi edhe ne. Ku do çoj noiz? Ne do çoj noiz. Ku? Elitën 5. Elitën 5 ku ta fusi? Po, elitën 5 ku ta fusi? Vllezrit Zena ku ti çoj? Vllezrit edhe dhe Stefi. Ku ti çoj ai? Ku do këndojnë ato? Kemë ke drejt. Ashtu është shkreta, do fitojnë një lekë ajo. Ka të hapi profesion të ri, ajo ka investuar gjithë jetën për atë profesion. Ashtu është. Është një thua infermier si ke bëj shkollën ti, se ke 40 vjet që s'ke bërë shkollë. Mirë, o Vibo, ti si do ta gjej situatën për të gjetur mundësinë t'ia japësh lekët pa të kapur polici. Atë unë do thua Happy birthday to you. Happy birthday to you. Më fal, ku të po i këndon kështu janë polic? Ku ti këndon kështu ti? I këndon kësaj shoqe time se ka ditë linja. Ka ditë linja. I ku ky? Ç'është? Alo, prap si ku sinjali. Okej, rregull. Vjezerca është lart fare. Do të thon ti do trajtosh si shoqen tënde. Po. Happy birthday, mos i trego lekë. Iku prap. Alo, më dëgjoni? Po të dëgjojmë. E se ndroj frekuencën. Po mi nëse i do jeni poshtë urës për shembull. Po. Nuk thotë ai, po mi këtu e gjetë ti ta festosh ditën thot.
Qofse do isha poshturës. Do këndoja o sa bukur ka dalë nusja, mashallah, Më fal. këtë mashallah. O Vipo, po tani si do i bëhet në përdasme që udhën lekë nusja valla. O, aty do bëhet kërdia. Aty do bëhet Për të kërdia. dasme polici. Nuk shkon deri Aty do aty. bëhet kërdia. Imagjino me tarë për muaj mjalti, Aha. ti me gruntate, Për qok. për qokë. Policia kemi. Hej, vazhdoni. O, shefo, po një sekund për të po. Ha, po vazhdoni, jemi. O, shefo, po, sa kam grup. Ha, ma që kema se ku jemi ne, po, vazhdo. Tak lekët. Jo. Tak likët. Po pse të nxej lekët ky? Për bë cigare. Po për të qoko por. Është i thos grus, pastaj, klub që duhet dhe kisha qa muri. Suvativi pa parë. Po mos i më parë. Jo, Tura, ju lutem, a keni lajme sot? Kemi Kemi kemi. kemi live tani. Kurva. Desh në provokante. Desh me provokonte. Desh. Morë vesh apo? Oh, A keni filmi. lajme sot, më? Kemi Kemi, ja, mas tani, 5 mas minutash. Okej, sa të hap që ka këtu pa lart gjithë puka. Mirë, bravo. Mirë pafshim Vipo. Atëherë Përshëndetje nga Ezerca. do të kalojmë tek Rigo Flash Jo, apo Rigo News. Rigo News. Është rubrika Rigo News, pra gjejmë lajmet e ditës sotme. Okej. Gjejmë? Rikososh, flosh në rikoshet. Ish kryeministri Fatos Nano takohet me ambasadorin Arvizu në një restoran në Tiranë. Pas takimit, zoti Nano tha rikoshet. Takimi i Vienës përveç dobishmërisë së shkëmbimit të alternativave dhe identifikimit të instrumenteve të institucionalizimit të bashkëpunimit midis aktorëve kryesorë të politikës shqiptare për një parlament, ka përcjellë dhe atë përshtypje dhe incident që ndodhi në takimin e Brukselit me parlamentarët evropian. Dhe kjo është një shenjë tjetër e pjekurisë dhe gatishmërisë protagonistëve politikë shqiptar për të bërë detyrën dhe për të mbushur misionin për të votojnë qytetarët shqiptar. Ndërsa zoti Arvizu u shpreh kështu. Every time I come, a nigga gotta set it, then I gotta go, and then I gotta get it, then I gotta blow, and then I gotta shut it. Any little thing a nigga think that he be doing, cause it doesn't matter, cause I'm gonna dead it. Then I'm gonna murder everything and anything about a boom, about a bing. I gotta do a lot of things to make it clear to a couple niggas that I always win, and then I gotta get it again and again and again. Në mbledhjen e Këshillit të Ministrave u fol gjatë dhe u debatua në lidhje me rrugët e bllokuara nga dëbora. Në fjalën e tij, ministri Oldashi u shpreh. Zotri, mbaj për letër higjienike ato, sepse Më pas fjalën e mori ministri i mbrojtjes Arben Imami. Zoti e bekostato. Ndërsa ministri i shëndetësisë Petrit Vasili tha. Thank you very much for this great trust and honor. Thank you. Në fund, fjalën e mori ministri i financave Ridvan Bode. I hope that during the summer you will work with 3 shifts in the area where there is no risk for workers. Ndërkohë kryeministri Sali Berisha nuk foli fare. Show. Niko Komani, stilisti i mirë njohur ndërkombëtar, tha se në natën e çmimeve Oscar, vipat ishin veshur pa këshillën e tij, prandaj ai nuk mori pjesë në këtë mbrëmje në shenjë proteste. Parashimoti i Kimit. Po i ka burë qevretmenjen. Rikososh, flosh në rikoshet. Sa e bukur. Jo, po ka nevojë ju për të lajme. Ka nevojë ju për të lajme. Po mirë, është e parë që nuk flet kryeministri Berisha në mbledhjen e qeverisë. Bravo, kjo është demokracia. Kjo është parlament ku ishin. Jo, në mbledhjen e qeverisë. Më pëlqeu. Shumë e bukur. Mirë, ndërkohë që ne lexojmë mesazhet apo Nuk lexoj mesazhet.